Atë që more ti, mua më bere për vlorë. Se burri të rditë këshu. Gabimet e jetës sotit ta. Po qanjam në unë me gjithë të bashkë të preka faktikisht. Që ke ka punë që pëtë anem dhe moje. Dhe vërtet që janë papajtori. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, këtu në live-in tim do të jetë një 40 vjeçar, baba i 3 fëmijëve, quhet Flogert, i cili fatkeqësisht u divorcua me bashorten e parë, kjo e fundit iku me një burr tjetër, duke i lënë 3 fëmijët e mitur. Edhe pse vazhdoi jetesën, u njoh me një tjetër partnere, ishte destinuar që dhe kjo histori e dytë dashurie të përfundonte keq. Në fakt, Flogerti ka vetëm disa muaj që ka dalë nga burgu sepse babai i tij e denoncoi që ai të binte në burg dhe nusja e dytë të largohesh nga shtëpia pasi ai nuk e donte nusën e dytë se kjo e fundit keq trajtonte fëmijët e Flogertit nga martesa e parë. Edhe pse bëri një sakrifisë të madhe për hir të dashurisë, bëri 9 muaj burg, i akuzuar për dhunë në familje, Flogerti doli nga burgu dhe vazhdoi jetesën me partneren e tij të dytë. Por, kjo e fundit u largua. Çfarë ka ndodhur, do të jetë 40 vjeçari që do e rrëfej ditën e sotme këtu në live me Odetën. Mi mbrëma Flogert, si je? Mirë, si kalon, si je ti? Mirë, faleminderit. Më kanë thënë që ke qenë në burg. Po, kam qenë. Kur ke dalë nga burgu? Kam dalë në datën 2 maj. Por pse përfundove në burg? Ç'a ndodhi? Se përfundova nga fjalë që thoshte Zabina në shtëpi që vesh me kalamajt, Odeta i shante fëmijët e ofendonte dhe majta krahun e Zabinës, fëmijët e mi lash mbrapatore. Dhe babai me fëmijët e pa që unë s'po përkraja fëmijët me, po maja fëmijët e Zabinës edhe babai detyrohej me denoncim fundin burg për të ikur Zabina nga shtëpia. Pra, denoncimi ta ka bërë babai për nusën e dytë që t'i çove në shtëpi. Po. Por realisht çfarë ka ndodhur? Do me thënë, ti vërtet harrove fëmijët e tu, se nuk të falet kjo gjë, Flogert. E di moj motre, e di, po më mrapa pasi filloi reagimet e keq fara, jo shante fëmijët, ju si kujtonte tjemën, i bende tjemën, 500 dhafe, moj pa ta thënjerën, bleri fëmijët moj, nuk e punë me fëmijët, largu nga tasa tani zjerë dhe tani pajtohen. Po ti me mua gjuhë nuk e gjithët me i pa ta thënë kësajta. Po jo, kalamajt e tu rej kalamajt e bi. Moj kalamajt o zjerë moj, ti me mua gjithët gjuhën jo. Si shbje në burgët e ta, e pare punës, me denoncimi babai. Po babai me fëmijët për çfarë të denoncuan? Gjë e dhunova unë, i rrava unë. Por ti i ke dhunuar vërtet fëmijët? Jo. Po të them për te që Zabina ka shtëpia për i babai, as me gjeti dhe me ty s'pata që në birse, me ty jam rregull. Atë që more ti, mua më bere për vlorë. Pra, babai nuk e donte nusën tënde të dytë dhe u detyrua të denonconte ty që të largohesh nga shtëpia. Bravo, për të ikur ajo nga shtëpia. Sa muaj burg bëre? 9 muaj dhe ditë. Dhe u denoncove për dhunë në familje. Po. I dashur Flogert, në momenti që dole nga burgu, u ktheve në shtëpi? Tani ta filloj si bisedë? Po, do të dëgjoj. Ashtu. Në momenti që bje në burg, atë ditë që kam rënë në burg, nga shquar kem për kem, para në burg. Hiqe çupën nga shtëpia se nuk ta pranoj, hiqe, nuk e dua çupën tënde, çona do t'i marrin bashkë kudo që themi, ndash me qera, ndash kështu do t'i marr unë. I thash Bina, nuk e hiqo çupën nga shtëpia se ka probleme. Hiqe se nuk ta pranoj. Por pse nuk e donte vajzën tënde ajo? Gjoja e rritë e kalamajt e saja. Ja për tepe, nga zgjem tepër. Se donte të kishte komandë në kjo. Sa vjeç ishte goca jote? Në momenti që bie në burg, atë ditë që bie në burg, hap gjyqi. Sa vjeç ishte goca? Çupa kurashun brenda ishte 14. 15. Tani është 15 avash i tani. Flogert, por në momentin që ajo të tha të bojmë vajzën nga shtëpia, ti çfarë bëre? Hapa gjyq. Me kë hape gjyq? Për vajzën, se nuk ma pranonte ajo. Në momentin që bie në burg, hap gjyq, siç po të flas. Kur bie në burg, i them kësaj zonjës, Bina, ikëm dash martohu,
Dash në lidhur të burri jot, ndash shpi me qera, zgjidhja është e jotja, unë dënimin do ta marr se 1 muaj, se 2, se 5, se 1 vit, unë do dënohem. Dënimin do më japë shteti. Më thot mua, ti nuk i ke ndaty dhe 10 vjet burg të besh, unë jam i duar të presë, nuk ka par të keq ndaj teje. Po, ti në mirë të keq jot, kush më nga ti po. Në burg më fute. Kalamat më shkatrove, ty të dëgjova, gjyqin hapa për çubull dhe shumë tani. Ma më fute prema, s'kam qatë bëj. Unë njëri të shumë këtë s'lovje. Dua cigare, dua gjera, ma s'ka kush mi biri këtu e fundit fare. Me gjithse atërët e të bëj, burgu ndana burgu. I thash, ata nga burgu, zonjë nderuar. Në burg të futi babaj, jo gruaja. Babaj më futi për të hequr këtë se unë s'po e linja. Ajo bele, asgjë s'kishte babaj me mua, personalisht. Ashtu. Dal nga burgu, para se të dilja i them zonjë nderuar, babaj të fëmijë dhe te babaj shpion të ti nuk vi dot. Por Dhe qerat i shkojnë që janë të kokolepsra. Por ajo të vinte të vizitote në burg, nuk u nda me ty. Po, vinte, ashtu. Be, burgu dala burgu, rritë e fëmijë 5 ditë si 7 vete këtej na shtëpi e kësaj në firë të Xhaxhaj, i them kur rri moj të Xhaxhaj firë. Ke kushte moj ka shtëpi, ka një shtëpi tha që kështu. Ku punon? Çfarë bën me dele të kushuririt. Po në zezë. Sa lek mirë moj? Po 10.000 lekë ditë. Mirë. Ka shtëpi moj aty moj të vinj unë. Hajde më thotë se kam shtëpi të tëra. Vete unë odeta çat shikoj shtëpi katastrofë. Nuk rrish brenda s'banojsh. Megjithëse te behar ishte. Rri një muaj largojmë se kisha gjyqin Berat. Për vajzën me avokati, fola me avokati, hajde më sa më kemi gjyqin. Vete atje për gjyq, më thotë mua që nuk do vesh do me bashkë. Bina, ti 15.000 lekë, si që po i merë, thash, po i prish darkë për darkë. Unë nuk gjej do të lekë që të vetëm Berat. Gjeti me 2 lekë bosh botit edhe të vetëm Berat. As kokë lekë asgjë fare. Me gjithse të ndaj vete të fëmijë të rritë sa kohë largohen prap vete prap të kjo në firë. Nga firi, marrë kalamajt e 4, me gjithë këta, vinë në Vlorë, në shatin Akërni, e para punës. Me fëmijët e saj, apo me fëmijët e tu? Pardon? Ishi fëmijët e tu, apo fëmijët e saj? Të saj në të saj. Fëmijët e tu kush i mbante? Babaj. Babaj jot? Edhe, largojmë gjena firi, më tha më motra Gerti ku do vesh? Ashtë në do vete në Vlorë. Me këtë do vesh në Vlorë, me këta me kalamaj. Gerti do të më dy lafe, tha mendoj mirë. Ta dishte me këta një ditë i koke për të përfunduar në rrugë. I them pse? Gerti, keni për të përfunduar në rrugë se di çfarë do bëj, çfarë do ndodhi me juve, tha mua kjo. Ashtu tallet kjo. Jo, tha mua, nuk tallet fare, unë tha. Vini në fshatin në Akërnia, o deta në plekse me djalë, nëpërmjet telefonit. Keq fare me djalë, sa nuk bëhet me. Kalamaj s'po i lante, s'po i shplante. Kalamaj zunë edhe morra ku vajte në deta më falë shpërja ku vajte në shkollë. Mia kera në këtuja, kera në cupet, ku i qonë në shkollë, i blindat katin e 4, të bini nga shpia. U pleksi keq me djali se nuk bëhet me. Asë robe s'po i lante fëmis fare, fëmija zhulli papa. Na vinë 2 psikologe, një që jem ndihmë ekonomike dhe një tjetër. Shati kështë marrëvesh i gjithë që ndoste. Thosh më, buda Allah, lere se s'esh për ty, po lere, se është plek su keq, se e le të flasim. I the mund që ati penjë. Lere më thosh më, i të fëmite ture, be që do njërë, nuk e pun me te. Mirë, me kisete. Kur vi këto i thonë, i thëre se kësaj del kjo talë dhe më mra. I thotë kësaj të burri jote është po, i thotë që. Takona jo, si jem thënë, më mirë, të shumë, afrobe të kopa mirë, të shumë, ju si jeni mirë. Më thotë mua, fëmit ku djerën, tha. Mi të shumë pjusti këta ju muajsh. Që tha, të shumë pjusti këta ju muajsh, kur fëmit të shumë. Fëmit janë të mitë, tha. Të 4 po, me këta ke fëmit, jo. Cili brim ke, jo. Shumë bukur. Punon, tha mo, unë punoj të shgjimaj me bukë, tha shumë. Shumë e që mbake me bukë, mja fëmit, tha falenderit, tha. As gjej, tha shumë. Po këta fëmit, tha shumë pisi i shikoj, tha, si i bet halli, tha. Më nësa dita qërte të shkolla, tha fëmit në shkollë, më tha që si afroj shok të shoj që të lozim me këta të tup, tha. Si i bet ju halë, në zonjë ndërrua. Unë të kam marrë gjithmonë telefon, tha, dhe telefonit i më mbyllur, tha, flet, tha. Tha që flasë me njerëzit e mi. Me që njerëzit e tu fleti, tha. Me motre, me vla, me ke fleti, tha, kësejta. Ishte psikologja e shkollës apo shërbimi social i bashkisë Vlorës? Jo, shërbimi social, në Novoseli e Vlorës. E qartë, e bashkisë, po? Edhe e dhunus, ta marrë veshti. Edhe i tha që ke numër telefonit atit,
Nuk kam adresë Facebook-ut të shoqit jo. Të babait, të fëmijëve. Të shoqit që kishte martuar. Po. Unë për momentin e bëra me shenjë, që tha ka thash numër, po nuk të flas dot tash. I tha nam çik numrin e të shoqit. Nuk e dha. Nam adresë e Facebook-ut ka këtë e dha, ka këtë jo, ka këtë jo, ka këtë jo. Po çik ka i tha, pa adresë çka ka i tha. Zonja nderuar gjoktu tha. Urdhoi tha. Keja fat 2 javë kohë. Fëmijët i duhet të larë, të shplarë, të gjitha, të venë shkollë të pastër, të hanë, të pinë, dhe fëmijët i duhet të shkojnë kështu, tha, në mënyrë më të mirë, tha. Se përndryshe, o do t'i marrë shteti, o që të kaloj babaj ti, dhe ti tha të veç që të duhet se ti nuk e janë për fëmijët, ta them sy. Atë ko vini grua atë për momentin. Sini zonjë, tha, mirë, tha, sini, tha që. Tha, fajnë nuk e ka këtë djali, tha, fajnë e ka jo. Të djali, tha, dalun garanta. Fajnë e ka jo, jo ky, tha. Ky po Mamet nga me të pirë, tha, po punon, tha, po optoj, tha, pa jo ka meni për telefon vesh me motor, tha. E fëmijët me jamit japin shtetit, tha, ose japin një burrit, tha. Gjatët, se që nuk ma fëmijë me motor, tha. Shqip po ja them, që nuk ma fëmijë, tha. Ke 2 javë kohë, tha, këto ndryshime unë i dua, tha. Mas 2 javë atë ta vim me gjithë policinë dhe i jati fëmijës. Marrin 4 fëmijë, te jati në poshtje. Pra fëmijët i kaluan babait, ja morën partneres tënde dhe ja kaluan babait. Por në situatën që ti po tregon kanë bërë gjë e duhur. Po, normale, do me thënë, ja ti është tani si, do me thënë, a i në fëmija ato la, ato shpra, ato të hajë, ato të pi. Ta rritë të bëjnë një gjallë vetëm, ta rritë të lejnë një vetë, lejnë rëbët vetë më e të ta, dhe tani ti të marrë telefoni vesh, tani më falë më shprejtë, tani që janë këto, ujë, gardë jemi ne. Çfarë ndodhi më pas, kur fëmijët i morin shërbimi social? I mori shteti edhe babait. Fëmijë ka marrë në bërëtje që nuk kemi rëtët me, e pare punës. Me tha shumë bina, të gjeni shpi këtu më të mirë, me kushte që ishte këtë punojnë bashkë, i marri fëmijët pra. Unë fëmijët do t'i marrë këtu ku jetoj. Ati ishte pa drita, pa ujë, pa pegjere, pa dyrë, pa dritare. Fare. Ashtë. Tha shumë zonja këty fëmijët këtu në të kushte nuk t'jep njeri. Pa gjithë një shpi, me kushte fëmijët ty nuk t'i kthe njeri këtu përdia t'jetë gjilati, s'ka shansë me. Mirë, thot që, në plekse në të djalin keq, a djalin personën dhe përmi telefonit shumë. Kë kërcënon? Do ta marrë dhe kam qatë të mbeshe, si shta mori pare, do ta marrë në tyje, qyshe teke, ti me restatik të fëmijët e tua. Kush që ti që më tojk me restatik të fëmijët e tua? Ata ka thënë dhe i ke fëmijët ati s'ke punë me të, ti i këqëro të fëmijët e tua. Pra, sa arriti puna... Dalemi pak, Flogert. Ajo të tradhtoi dhe ti e zbulove dhe personi po të kërcënon të ty. Po, kërcënon dhe mua, po. Po mirë, kur ky person të merrte të kërcënonte, çfarë të thoshte partneri aty? Ti e shqetëson, thoshte. Ai e merrte Odeta tani për punë. I thoshte lere, thoshte mua të ndihmoj artën plakën time ditën, dhe natë merre ti. O zotri, thoshte, unë kam marrë për shtëpinë time apo kam marrë për shtëpinë tënde, mor zotri, thoshte. Po ti për të më ke futur njerëz gros për ta marrë. Po që njerëz i kanë futur gros për ta marrë, mor zotri. Kur apo më shqetëson ti tër ditën telefon, jo mor zotri, thoshte. I fut tek ta, thoshte, i fut tek ta. Po çili futa unë, nxirri ti personat. Çfarë nuk nxirte na goja? Ajo punonte aty? Jo, nuk punonte. Çfarë punonte? Vinte te shtëpia ti, ti shërbente ti, mos aty të motrës aty të Odeta. Po pra, punonte. Kishte urdhëruar lajm me motrë, kishte urdhëruar, unë si flis ato për shumë. Kush kishte urdhëruar, s'po të kuptoj. Zabina. Por pse kishte urdhëruar Zabina ndaj teje? Kishte marrë urdhëruar gjithë xhaxhaj në Firgjën në Korrik. Por pse të ka denoncuar ty ajo? Jo, nuk më denoncoj. Po derisa ai ke thonë mua nuk e punë vish prapë. Pasi më pranoj vetë. Po jo tani urdhën mbrojtje Flogert, një grua e merr kur dhunohet. Ajo si e kishte marrë urdhën e mbrojtjes? Nuk që mos t'i afroshja mua, mos të vija mua me atë xhaxhaj në Firg. Por ti pse shkove dhe ndoshje në Vlorë? Po me mendin do shtrojsh. Tani të lutem, mund të më shpjegosh çfarë ndodhi në Fier ajo të denoncoi për dhunë dhe u pajis me urdhën mbrojtje? Jo, nuk më denoncoi për dhunë. Po për çfarë? Për ndjekje? Iku tha, dhe mos të vijmë, mos më kthehet me atë, më afrohet me atë, vetëm për kaq. Por çfarë ndodhi? Ju u zut? Jo, nuk kemi zë fare, asgjë. Por ajo të donte ty në atë kohë. Për çfarë e donte këtë urdhën mbrojtje ndaj teje? Nuk e di, nuk e kuptoj dot. Mos më afrohet me kështu, s'kam punë me te. Ashtu. Po kur ti u ribashkove dhe shkove në Vlorë, çfarë të tha ty ajo?
Me rrezka do më i të fëmijët e tu, tha, zvesh me mos, s'ke punë me, tha. Po si ti këtë fëmijët e miu, thash më. Hajde të dy bashkë në Vlorë, thash më. Apo morë ti muaj, thash, hajde të marrë dhëmë ty, thash më. Rap të dy dakord. Çaj që do të jesh shtëpi do gjejmë puni, thash më, po. Si të ngrim tani vetë të fëmijët e miu, o zonjë nderuri, thash më. Kemi ardhur të dy bashkë, të kam marrë nga firti, thash më, të kam marrë që jeti sot, o zotëri. Që të ty është me lehtë në më plakës time, të kam marrë ti, më të komandon unë. Unë kam urë në mbrojtje ndaj me, tha, ndaj te. Po ju urë në mbrojtje ti ke, thash më, më fut brenda qitanit ti, di shumë mirë. Po deri se ka marrë duhet përgjigjem unë, i thash kësaj. Ty s'të pyes do tha mua ajo. Ti kodre me mua më bële. Kërcënimet e këtij do të ta ka qenë përkohës në telefon me thik. Do të vinë të vras në drek, në darkë. Do të mulsikën, do të zhduk, do të bej, mos i të shtëpia të kërcënosh plakën time, kam sëmur, kam motër, kam kështu, kam ashtu. Megjithatë, piku vajte tek ai, e para punës. I them ditën që largohemi në datën 16 dhjetor. I them bina mirë rrobet e tua të trupit çfarë ke dhe largohu. Batanie, jo stek, telefon, çfarë ka lënë këtu janë të mia, lek çfarë këtu janë të mia. Mirë më thot mua. Edhe herë çaj ishi këto lup, piron të xhelsa ishin megjithatë mirë më thot mua që në datën 16. E më me si tani, ka marrë qysh jam sot. Vetëm datë 20, batanie 1, jo stek 2, lek 3, telefon, orë nuk i gjeme asin asgjë. I thres e shtëpia. I se mo bina, jo i thres, jam skrip, o tjatit, o genzi, po. Ku hini këtu, dili që këthejze mu, galin ka. Tha mo, për qa ka ardhur gërtim, tha mo. Tha shune, kush ka qenë shtëpia? Që e shumë, tha e mo me binën. Tha shumë, kush i mori batanjet? Unë. Pse? I morë dhe si lava. Batanjet i mi e të lashtitën, kush i ti dhe shumë? Kush i ti morës batanjet i mi e organ të mi shumë, në ato që më ka dhe njërëzit mua. Po ja i mora unë do t'i lajnë do t'i jakë. Po luk pirojnë të gjele kush i mori? Unë. Po lek telefonor, zdi gjë unë. I gjeni ku doni dhe shumë. Atë janë të mija. Dhe që mi qesha Zabina për jashta. Ti i more po. Qëfar i more? Djenë këtë djali që e mori, vjen ky. Më thot mo gjy, largohë që këte e thot që mua. Ta shune, pse largohëm, pse ashtu i largohëm, dhe shumë prit pak, qa këtë dhe shumë. Largohë që këte e ka dhe policia, më s'kene shtiktu, thot. O zotri dhe shumë. Unë që ka marrë të ka marrë për gjerët e mija, do të marrë gjerët e mija, s'kam punë me ty dhe shumë. Kam punë me këta. Po e largohë nga porta ime, thaj. O Gjoni tha, jam a dale, qik tha, qa këtë do që djali qa do të marrë, tha. Aqë. Tu ati pronarim, ti kush i tha pronarim, ti tha. Filani po, thaj. Po prezentu njërë, ti si je, thaj, pas i flasën e. Po këtë djallë, thaj. Ti se ka marrë në punë, thaj, jo ti, thaj. Po me i miri tjetë këtë nuk e pretë këtë me dorë. Që po e kërstënon ti këtë. Po folë si njëri, ti thaj, pas i qasë të mundë. Floger, të ndry pak, kur një marrëdhënie prishet, që unë do flas hapur pa dorashka me ty, po konsumon raki, apo e ke ujë? Pardon? Raki po konsumon, apo e ke ujë? Jo, raki, vazhdo të dhe. Por të lutem, me që jemi bashk live, të paktën për respekt mos konsumon raki. Po, më tre. Pi shumë raki? Jo, me kafe po pitani më tre, si shmë shiko. Mirë, kafe mund ta pish, por rakia nuk të bën mirë. Flogert, do flas pa dorashka me ty, shumë hapur. Gabimi i madh jot është që ke vrapuar pas një gruaje duke lënë fëmijët e tu. E drejtë, është shumë e drejtë. Nuk të falet ky gabim. Po këtë jam drejtë, po. Dhe ajo të tradhtoi, ajo nuk donte fëmijët e saj, nuk kujdesej për fëmijët e saj. Bravo, është e drejtë. Nuk do të donte ty, padyshim. Ajo iku nga ty dhe shkoi te një tjetër, po që rëndësi ka ai organi apo ai jastiku që të mori? Rëndësi ka që gjithçka u shkatërrua kur ti sakrifikove, hodhe poshtë babain tënd. Fëmijët e tu për një grua dhe ajo të tradhtoi. Është drejtë. Është shumë drejtë. Megjithatë, siç bëjmë këto fjalë, na merr telefon policinë. U thonë që vjenim kështronojnë shtëpi. Unë jam shatin a kërrim, thotë mua njëri e ti që i policia të kërkonde. Mua, po çfarë zyre? Nuk e di dhe kështë e berti lafe më në shtëpi ndër. Qa lafe ka meri dhe shumë shtëpi më në më sheme? Pe përnari dhe shumë rëzgjet nga mirë. Parë telefon inspektorin e zonës. U tha, mua, kështu të ka berti në nësima e dhe.
Qa denunțimi ka bera i thashun, qa i bera se të shumë që të ketë bera denunțim? Azi kërtunova, azi dhunova, azi bera që. E qartë. E më tha muaj ka ardhë ka thetim ka kërtunor të shpia. One në zedë. Me gjithëse, iko kjo, i bëj ftesi natë këti, se më thote motër kësaj në firë, Gerti, ke numër telefonit atyre të flasë që se mua ka bërë blok në numër? I them numër telefonit nuk kam, se s'kam qetuar, po adres Facebook e di që ka pak, unë e di që të bellafe të më këthet kundra. Mirë, thot që ma, që i bëj ftes në Facebook, thash unë të thot, qa më thot e se mund ty pastaj. Mirë, më thot që i bëj ftesit Facebook. E po kur filloj më ateta me të ofenduar kush je ti e që më thuat më ben më ftese, qa do ti o zotëritësh, a vash janë filani e pare punës, kërkoj njerëzit e saj për të folë me te që ke marti. Se ti aty nuk e për blok në numër. Dhe po kërkoj lidhe me te, qa ke që vëndoj që shanë? As po të shaj, dhe as po të më vëndoj, po të flasë ta me më qiro. S'ke pun ti. Qa ben bandili? Qa ben? Në atë dy ditësh, atë ditë në tjetër, qëshje. Po. Më thot mua më ke ardhur të shpia natën. Qfar? Më ke ardhur mre 10 natës të shpia, më tha mua, më ke shty me gur mbi qatit mua, po, me ke tramakë motrën e së murë brenda mua, i ka numër 2 pula gjezës, e ka vjetur 2 pula gjezës, pulat e gjezës në me ke vjetur ti. Qa po fletë mërë zotërithe, mërë. Pulat e gjezës e ke vjetur ti, tha. Ore, se ma qëtë vjetur qatit, se lepri, se qa mund vjetur mi qatit, mua së vjetur të akuzat i mërë zotërithe në ti. Se i thoshte që mi qesha që e pash unë hipja tje, tha që o Zabina dhe të britja tje. Ku më peti, thash kësaj ta unë? Ja, ta dole ati ma tandit, ta unë. O tjeta se e motra ime në ta them shumë e shpirt, po më mante vetëm nërma për uspojtë rretët me. Filloj me të të mijat që kisha, ta shumë gjoj dhe shumë. Mos më bëj më të vinë tani të dhe flakë më shpi, ta shumë. Të ma shish me bëndit të arvrisë më shpi, mos më të të më të shati kusman me. Pak se kam ikur nga ti, ta shumë. Jam largore, po më dhirë dhe këto me akuza me akuza. I dashur Floger, ti jeton në të njëjtin fshat ku është dhe partnerja jote që të Ajo është gjysmore larg nga. Gjysmore larg. Por çfarë të lidh ty tashmë me atë? Ajo që unë të këshilloj është që largohu prej saj dhe mos ki asnjë lloj kontakti. Dhe ajo që të këshilloj është ktheu te familja jote, te fëmijët e tu, te babai jote. Ti atë do bëj. Nuk ke pse rri më në Vlorë, nuk të lidh asgjë me Vlorën. Nuk do rri me Vlorë, do kthehem po. E di shumë mirë. Mira te më teta, mira te më motre po. Papi turpi. Unë e akuzoj të do të jetë në gjyq në moshtin në të pjesë, më thot ai, që vati kjo, e jema, i ati. Kur më tha mua i në sytë gjallit tezes, nuk më dërvoti, që i ke ka për qupën tende, dhe i më tha Bina dhe i ke ka për qupën tende dhe mua. Kusht ka thënë të shë? Bina më ka thënë të, e jema dhe i ati. Po që po flisi të shë, që i ke ka për qupën tende më tha moje. E ti e ka pepertinë më tha mo, ti tha jo, në mrapa ka qimezi, tha. O, qa adoni ju, thash në lumë t'ju ku largova, unë shumë s'kini faj, dhe shumë përmbej gjithë atë, dhe shumë si Gjoni dhe t'i Bina, dhe shumë koha për parë dhe më brapa, dhe shumë këtu jam, dhe nuk largojme, dhe shumë tita. Tani tjetra, më thoshte mua, që ti më ke futu njës për të më vrarë mua, i ke thënë do t'jap 1 milion lekë në vrasin Gjonin, që është apë te, po mire, kush është personi ma ndirë ti? Unë i kam thënë personi t'i t'jap 1 milion lekë, ma ndirë ti personin, dhe do të thëmë t'i qka. Ate ti, ore ti që po e thua ma ndirë mua, rëtë tri. Ti ku e ke qërë ma thuj? Ajo që të këshilloj unë i dashur Floger të është urgjentisht largohu nga i vend dhe mos u merr më me ata njerëz kur ajo të ka braktisur, jeton me një tjetër, ti vazhdon ta duash atë? Jo. Atëre, dashuria ka mbaruar. Ktheu në familjen tënde, te fëmijët e tu dhe mos u merr më me historinë e shkuar. Sa më shumë ti shtysh llafet, aq më shumë të ndoshtohen konfliktet. Ti sapo ke dalë nga burgu, çfarë mendon? Të shkosh prapë në burg për një grua që nuk të do? Për çfarë do ta bësh? E di më motre, di, është e drejtë. Është e drejtë do ta them si vëlla, se tani të rrobtosh me një femër kaq kohë, të braktisësh shpinën tënde çdo gjë dhe një femër të jashtë poshtë nuk ka vlerë më. Uroj që të marrësh një mësim të vlefshëm edhe të kesh vënë mend për të gjithë të që ke bërë. Po këto janë probleme shumë të rënda dhe
Të rende janë odeta tani, që akuz ma vej muajt, më thoni ke ka për ti shupën tënde, dhe ti thoi Zabina atyre në shtëpi, Gjenti me mine, Arta me mine dhe Gjoni me mine, me akuzojnë mua. I dashur Ku Florian. është i bindur Gjoni dhe Arta dhe Gjenti që ka për vajzën time, ku janë të bindur me motrën? Janë shumë të rënda, ke të drejtë për ti denoncuar, por dua të pyes, ti marrëdhëniet me babain dhe fëmijët si ke? Shumë mirë. Qeshte për vitrim me babain, datën 31 ika, erdha në datën 2, shkërqyr fare, më tha më birë gjotha. Po ta them këtu tha. Po që se ve vetëm, dera është hapër jotja. Çdo kohë. Po që se bie atë, mos më shkel në shtëpi. Shkurt. Ai nuk e ka dashur kurrë si Nusa. Faktikisht o deta, edhe ati ti përdor shkej babajta. Me të sharme të afeduar, motre nuk kam qëtër. Fshati Gjoni gjithë që bende, gjithë shati. I di, dhe me motrë saj që po flasë, dhe me thënë që ka motrë në firë, Gerti më tha mua që para të gjota. Ti bej si të duash, meri si të duash, pa nuk është për ty. Po mirë mo. Ati ko dhe fëmijët e saj poshtë, 4 fëmijët e saj tha, 4 fëmijët e saj poshtë, që i ka pjedh me një burr, jo ty s'ka gjë, po çfarë ka ty tha. Flogert. Aty thjesht ka dash për interes për të shqyrë fëmijët. Që është i gjithë kuptimi. Po mirë mo Flogert, për çfarë e ke mbajtur ti? Për çfarë ndiqe ti? Kur ajo babain s'ta donte, fëmijës ti donte. Për çfarë rrihet ti me atë grua? Gabimet e jetës, Odeta. Më fal gabimet e jetës. Gabimet e jetës, po këto gabime dëmtojnë shumë njerëz. Ashtu është, motër. Por fëmijët të kanë falur. Fëmijët më kanë falur, në rregull, jam flas edhe me vajzën edhe me çunat shumë në rregull. Jam edhe çfarë fola me çukun. Kur të thash ti ja për kafe, thash më marr babi për vetë shtëpi, nëse s'jam në shtëpi. Me fëmijët jam shumë në rregull. Fëmijët më thonë, "Më babi, po ti se do të vish këtu atje me punon dhe rri këtu." Babai më kërkon lek për fëmijë se siç e di babai 70 vjeç, nuk ka mundësi të shih fëmijët babai vet. Dhe këtu ndalesha. Po mirë më Flogert, sinqerisht, nuk të vjen pak turp, çku sur ka babai jo të rrisi fëmijët e tu 70 e ca vjeç dhe ti jetosh në Vlorë me partneren tënde. Merresh me atë, po e drejtë. E drejtë. Në vend të punosh dhe ato para, ti investosh te fëmijët e tu, ti vazhdon dhe mendon për një grua që nuk ja vlen fare të mendosh dhe duhet ta harrosh, ta mbyllësh të kapitull. Jo tani. Unë jam avash 40 vjeç, ashtu. Flasim si vëlla motër bashkë. Një familje, ko majti telefonin në vesh, mos të pyesin, kush je ti, qa je ti, e mos të pyes ty, se kam gjë, do bëj qatë në qefi, nuk është gjë. A i kur buk që halë, të vete këtej mrapa. Nuk të vete buka në banku, sa që esh me atë, gure, kusu, slash me. Policia vinde ditë për ditë në shpi, po. Flogert, fëmijët, në çfarë kushte jetojnë fëmijët e tu me babain? Shumë mirë, shpit mi beri bashkia, se në momenti që rashë mburë për që ati e shpis të vjetra të jetoja, edhe bëj shpit bashkia, bëj shatil, bëj sovan, vuri 2-3 tare plaku, duon të avane dhe duon plaka gjera mërde. Kështu avash të të imbyll vetë, Odeta, po më shkatroj që Odeta shumë, më shkatroj motre, më morim qafë. Ka që veta si Prokopia, si lekte që më janë fare, nuk e di. Është gabimi jot, është faj jot, s'ta ka faj njëri. Jo, faj ime, është normal. Që ke punuar dhe s'ke vën asnjë lek minjan të mendosh për të ardhmen tënde për fëmijët e tu, por është gabimi jot, s'ta ka faj njëri këtu. Është drejt, motre, është shumë e drejtë. Ke bërë shumë gabime. Tani kaq po them. Siç më akuzojnë që kam qenë në shtëpi, kam shtin me gur, për vjedhje dhe për vajzën, unë do të jetë në gjyq Odeta. Fëmijët flasin me nënën e tyre, nënën biologjike? Jo. Ka lidhje me atë. Nuk kanë asnjë. Po që kupton sa deri më hapi gjyq më përtej që shumë nga shtëpia. Ja kaq pesa. Zotë fëmijën tim. Kurdo. Hiqe tash nuk e dua, hiqe se dua. Po ku ta çoj më? Hiqe ta marrë shtëpin se ta marrë dikush tjetër. Ja. Të thoshte partnerja e dytë. Po. Shtmerë, dhe sinqerisht më vjen keq kur një grua nuk të do fëmijët, nuk të do ashtu siç je, më mirë mos ta nisësh atë bashkëtesë apo atë martesë. Po. Por nëna e tyre biologjike nuk i kontakton asnjëherë fëmijët? Jo, unë faktikisht në ajo presë vetëm detyrimin ushqimor se ka mbjellur në gjyq faktikisht, po si hapa gjyqi me çupin e pezullon prapa ta. Avokati më thotë datën 22, tani kemi gjyqin në orën 11:30. Unë jam i ditruar të vete, nuk e di, do ta mbyll gjyqin, do jetë ata në gjyq të akuzojnë ata për këtë dhe pasi do mbyll gjyqin, pasi dhe avokatin. Unë do të jetë në gjyq për të, nuk i lë deri këtu. Por tani janë shumë gjëra tekstura. Flas për nënën biologjike. Nëna biologjike e fëmijëve nuk e paguan detyrimin ushqimor, as nuk do t'ia fare për fëmijët?
Jo. I ka braktisur. Po, i ka braktisur më çdo gjë, shequr e drejta prindërore më çdo gjë. I është shequr e drejta prindërore dhe kujdesteria ka kaluar ty. Flogert, por fëmijët e kërkojnë nënën e tyre biologjike? Faktikisht Odeta e kërkoi motre, domethënë sikur e ashuna njerë, po edhe një ditë që kishte kaluar me makinë me te, kaloi mami tha kështu ta çuni, nuk e di çfarë them. Është e dhimbshme në fakt dhe Me shë drejt. fëmijë Po faktikisht Odeta i ka marrë çupa se çupa është 15 vjeçë motër tani. Çupa po thoj se nëse pases mund të fjohet, mund martohet, çuna ngele ma krah, po ajo nene bëj shumë gabim fili praktisit. Mira ja, po i praktisa dhe unë, që e forta. U marrë unë mos klejta. Po dale tani. Nuk e di. Nuk karu baba i burg. Ka mund që zhyt me lëtë baba i më thëmë, miri e tha? Miri thash. Qa që e birë tha? Ja e thash. Gjo këtu tha. Po që se ti e vendos tha, që te mos ta mash me shpi tha, gjatë me baba një kelvi tha. Po more të shpi me baba nuk e ki gjatë në tha, po ta them gjithu e birë tha. Flet me te tha? Ta shumë flasë, po për qa flet tha? Po ja ka arë një dy e, nuk ka për një dy gjera. Mirë tha, po gjë që ka thënë baba një lafë tha, si për vete të anë e birë. Mos e ka të rome, tha, hajde të shpia, tha, shpin e beri bashkia këshu, e birë tha, po dhe i kemi 300 rejnë, tha, kala maj të handor pinë, tha, baba i sa ka rrëtë zdoroj, tha, ti të divizosh, tha, si shpi dhe u lide birë, nuk ti marri baba i në varë. Kjo e drejtë baba i të, që të vëshëm? Dhe mirë ta ka thënë realitetin dhe të vërtetën, por ti nuk ishe sy dhe vesh ta dëgjoje dhe ta shikoje të vërtetën në atë kohë. E me motre. Kur ike në Vlorë, çfarë të tha babai? Kur dole nga burgu dhe vendos se ti jetoje prap me atë nuse, çfarë të tha babai? Babai faktikisht është 72 vjeç, po është zgjuar. Sigurisht është zgjuar. Kam ikur me policia të ditë. Zoti kujtim thaj, po ikën thënë ata. Ku do me thaj? Po do ikim me tej thënë ata, do jetoj në Fiera ndje thënë ata. Do i kështë e pirë, do i kështë. Ti do i kështë e po gurë të prua kam për të vajtë. Pa shumë që po fletë. Gurë të prua kam për të vajtë, ty e pirë, tha me fjallë e babajt, ku të vijë fjallë e babajt. Dhe vërtet fjallë e babajt doli. është i zgjuar. Dhe është prakovojtur. Mos ma me për tersë. Në këtë rast ke qenë ti budallaj. Ai i zgjuar është. Ai e ka kuptuar realitetin, por ti nuk ishe sy ta shikoj dhe mua vjen keq për këtë i dashur Flogert. Flogert, nëse partnerja jote që s'të ka dashur, s'ka tradhtuar, s'ka dashur fëmijët, të ka shkatëruar jetën, do ishte me mua, ose do ta kishe përballë siç më ke mua, çfarë do i thuash sot? Çfarë do i them? Po. Çfarë ti them, shkatërroj jetën? Më shkatërroj jetën, domethënë sa ndëtroj të hapja gjyqin me të vajzën nga shtëpia, asgjë më tepër. Se tani punoj të ditën, vjen të arpron shtëpi, që është ka të shumë në kalamajt. Po me qenë kalamajt kam dhënë unë tashmë. Ka video të atje. Ka video njëri këtu thaj, në vëset. Policia fare, ka video njëri këtu thaj, la që të dojo thaj. Po deta ti merr me mend, e kisha komshi. O Flogert tha mua. Sa vjeç je ti tha mua? Edhe jam edhe, tash në 38 vjeç. Ne ke gjithë këtë. Tash nga nga Fieri. Kalamajt këtë thë. Ka. Baba ke, ka. Po nëna jo. Sa fëmijë këtë? 3 është. Dhe ma, këte me 4 fëmijë. Por e natë ja po 5 vile këti kalamajt e në të drejti mu së merë me këta se fajnë e ka jo t'i s'ke fajnë. I gjithë shati o deta nga kërni e ditë e shumë mirë më të requ punoja. Dhe pra të thoshin gjerë ti, sa është për ty lere. Se po rritër ditë e këshu. Por ti ishe i dashuruar dhe i verbuar dhe s'kuptoje gjë. O i kuptova të gjitha o deta, të gjitha i kuptova. Se futi boti shpi, edhe thoshte boti, vinde pinde sheqer, vinde kafe, nuk ja për keqe, do të respektoj, do të ndihmoj si një adhe gjithë si unë, sa ka mundësi të jap, janë zë me njerëzit e shpis, qa nuk thoshte mua, po më tha mua, pasaj dhe shumë, po mirë dhe shumë. Je zë me njerëzit e shpis, je zë me fshatin, je zë për të marrë të ti me ti, apo jo? Po me zos la mora, po ti ma more dhe shumë në re, me tha mua këshu. Do ma lesh Gerti 2-3 ditë se kam plakën në spital, se ka t'jeme me diabet, po, se ka manë më presi kemë t'jemës, dhe qenë qatë djerë me i poshtë dhe ta posta pra unë shpitha. Do ta këthej një të shpia që ai ta kërkoj nusën për ndim, për nënën e tij fillimisht. Pastaj ta mori për fare. Po, si fillim e mori gjë si do ta merrni njerëzit e futa njerëz se për ta marrë, bukuroshes, si nxjini ata fjalë. Nuk i ka futur një fare për të marrë, unë leça thot ajo,
ato që bënde veta nga në sami gjithat e para punës, ne them në syt, ashtu. Atë ditë ka qenë jam në spital. Më tha mua ky po qante. Më tha mua ka mase do të më presi ka më plakës ta mo që s'di çfarë të bëj anë lekti. Po qante. Mirë, ishte te divani qy, mëra i duan dhe unë, po qanjam në unë me gjithë të bashkë, preka faktikisht. Pra, a i vinte në shpinë tuaj? Po, në shpinë tonë. E qartë? E na qatë në të shpia ti. Dhe pastaj të mori gruan? Po, ashtu. Hajde. Si ashtu pastaj, më tha më që ka më në plakë, do lejma nga spitali. I se mon, Gjoni, ma birë. Po ka ma se ta merë filani. Por e letë ta marë filani që ma birë në shpi. Po mi më të është sa për të qeshur, një halë të avash ma birë tani. Flogert, është sa për të qeshur dhe për të qarë. Po pse më qaj kishe ti plaçk, nata dhash borç 3 ditë dhe ma kthe, bëhet fjalë për njëri. Po jema më thoshtë më më të ta, dhe jati. Nuk të api me, tha jema. Mora së të me, të rritë unë, tha. Po si më të rritë ti? Së të me, të rritë unë, tha jema. Urdo. Pra, a i e mori... Se që ka nga kjo, por se kjo tha si kime nga shpia me, nga të shpi që hyra, unë nuk dal me. A i ta mori gruan për të kujdesur për nënën dhe pastaj të tha nuk ta sjell më gruan. Po, nuk e jap me, tha. Po. Nuk e di historira që nuk e di dhe unë që të komentoj dhe që të them o Flogert, është merë. Flogert, unë të jap këshill si një motër, ktheu te fëmijët e tu, puno, qëndro pranë fëmijëve, nëse të del fati se i ri e 40 vjeç për një grua, të krijosh një familje të shëndosh dhe të jetosh i lumtur, dhe mos u merr me gra që nuk kanë vlera, gra që nuk duan fëmijët e tyre, i lën fëmijët e tyre në rrugë, tradhtojnë, shkojnë nga një burr në një burr, ato nuk vlen të quhen as nën as gjë. Mos u merr me këto lloj femrash, por thërriti pak mendjes dhe ktheu tek ata 3 fëmijët e tu, se the dhe pak më parë, nëna e tyre i braktisi, por i braktisa dhe unë. Thërriti mendjes, ata fëmijë kanë nevojë për babain, të paktën nëna iku me një burr tjetër dhe fati i tyre, i keq, 2 prindër që s'u qëndruan pranë, po çku sur ka i babai jot, të rinë ata me gjyshin kur kanë babain gjallë. Kështu që shko atje në fshat dhe thërriti mendjes rri pranë fëmijëve. Nëse partnerja jote do reagoj, patjetër që unë do të njoftoj, ke një mesazh të fundit për t'i përçuar asaj dhe partnerit të saj të ri, të dyve, se e ke patur mik e qasje në shtëpi dhe të mori gruan, kjo është vëshduar të kokë, skandal. Mesazh dhe dërgojnë që me qasa si mik, si shok dhe më kërcënon dhe më mori gruan, kaq. Më thaj nga fshatin jote ta se do të fshatin përzej fshatit, tha se si gjithos po ikë, tha mua, dhe më viti natë për natë me frikë do të vrasë, do të letë ta në krimat aty, tha, njëri s'ka ku gjitha dhe largoj që këtu, tha, se nuk të jap grona, tha. Dhe fjallë pista, nuk do të jap, ta mos do të jap, tha, urdo. Kaq. Unë nuk ja fali. Unë nuk ja fali atit, t'jemës dhe t'jatit fali nuk ja. Se ma gjej mua ku kam kapur vajzën time, edhe shkurt që ma akuzoj kam qenë të shtëpia, fali nuk ja, po them do ta ecë në gjyq. Ja ku e prezent. E ti dhe policia vlorës problemet e mia, të gjitha shefi krime apo inspektori zonës, i thashë dje ishe policia ku faktikisht, unë do t'jetë në gjyq. Dhe çfarë do është e zgjidhja jote. A bëjmë gabim? Drejta dhe plota nëse këto akuza janë të rënda. Mirë, Flogert, do mbetemi bashkë. Qa mesazh ti dërgoj me unë ditë aty? Ka vlerë me për mua grua me motër? Ja më thuaj tani, ja se qa mendimi mi jep ti? Jo, ka ardhur fundi asaj historie, ka mbaruar, unë ta dash këshillën time si motor nëse më dëgjon. Ktheu atje te fëmijët e tu te babai jot dhe shiko të ardhmen tënde dhe mos e vazhdo më këtë histori. Pyet kryeplanku në deta, pyet në lokale ty fshat, si ka ikur djali nga fshati Akërnisi, ja ka shpjeguar që më ka kërcënuar filani. Gjithsesi. Dhe kryeplanku në Akërnisi më ka thënë, Flogert, ik bëj denuncim, polici. Dhe jati më ka thënë çon polici. Jo, i kam dënuar polici se më vret. Unë isha vetëm atje tek, pa dy patritare i vitë kur të donde, ikë të kur të donde. Flogert, unë uroj që të harrosh të histori dhe të kthesh të fëmijët e tu, ne do vetemi bashkë në kontakt, të përshëndes. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit
069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 më keni këtu në YouTube me këto histori reale, denoncime që nuk vinë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër me një tjetër histori, me një tjetër denoncim. Mirupafshim.